Përshëndetje ndjekës portalit Nistori. Jemi këtu në zemër të komunitetit arbëresh të Italisë, aty ku gjuha dhe tradita ruhen ndoshta më mirë se te ne. Jemi këtu bashkë me Teatrin e Tetovës për një bashkëpunim kulturor, një vend ku lidh jo vetëm historit, por edhe zemrat e të gjithë shqiptarëve. Sopi, sot është dita e alfabetit, po ashtu edhe shfaqja Dredhit e Patukut. Është rastësi apo qëllimisht e ke bërë këtë? Po pak rastësi, pak qëllimisht, duke ditur se arbreshët e kanë ruajtur gjuhën shqipe më mirë se gjithë shqiptarët kudo në për troje tjera. Edhe sot është dita e alfabetit, 22 nëntori, tekstin e ka shkruar Gjergj Fishta dhe më së miri mund të Fishta, Teatri i Tetovës, 22 nëntori dhe arbreshët bashkohen në një vend. Sopi, më trego sa ishte vështirë dhe cilët ishin sfidat që të vini deri këtu, duke marrë parasysh që ndoshta Teatri i Tetovës është ndër të parët që ka ardhur me një shfaqje të tillë. Po ashtu në thanë këto të shoqatës Pro Loco Arbëria, që është hera e parë që vi një teatr profesionist në Kalabri, në Ungër të Italisë. Dhe ka qenë sfidë e madhe sepse ekipi ynë përbëhet prej 90 vetave, është dashur të sigurojmë transport, akomodim, pastaj transport rrugor, sepse transporti është bërë me aeroplan nga Shkupi për në Bari, pastaj është dash edhe një transport rrugor. Ka qenë sfidë në vete kjo puna e organizimit, pastaj edhe sfidat tjera që i kemi pasur rrugës së bashku me Arbenin, Ismailin dhe stafin tjetër të teatrit. Sopi, më trego pak si ishin ato përshtypjet e para, reagimet kur ju panë për herë të parë. Po fillimisht kur e filluam me Arbenin dhe me Ismailin këtë diskutimin a do të shkojmë në Kalabri apo jo, njëherë nuk e besojshim edhe vetë se mund ta realizojmë, po sot si duket jemi shumë të lumtur dhe të gëzuar që ja arritëm një gjë të tillë. Që kur kam marrë detyrën si drejtor, domethënë kam patur ëndrrën e parë që të sjell teatrin në Kalabri, domethënë ëndra e parë është bërë realitet. Tani do të vazhdojmë me ëndrat tjera që duhet edhe sfidat tjera që do i ketë teatri. Gjithsesi do të mundohemi që të mbajmë lidhjet sidomos me komunitetet shqiptare gjithandej nëpër botë dhe pse jo që teatri të arrijë suksese sa më të mëdha. Atëherë Sopi, çfarë na ngelet për në fund? Për fund, unë dua të falenderoj shoqatën Pro Loco Arbëria, sidomos Rosën dhe Saverinën që kanë bërë të pamundurën që teatri ynë të jetë në vizitë në Ungër të Italisë.